Antigona Kotori, e cila do të na tregoj saktësisht se çfarë po thon planetet dhe yjet qiellore, çfarë evente ka atje për shenjat në tokë. E mirëpresim Antigonën. Mirëmëngjesi Antigona. Mirëmëngjesi edhe juve. Mirë se na erdhe. Në këtë verë ju punoni akoma gjithë po këshyri me pushime ju. A keni njetë me pushu si vjeta hiç? Të lutem Antigona, mos na hap gojen, sepse kemi në majtë të gjuhës. Është një plagë e pashëruar. A mund të ndrojmë temë? Jo, vazhdo se po pëlqen shumë tema që shnisi. Ç'është Antigona? Unë jam mirë, unë po përgatitem ka dalim me shku në, këta thënë pushim, po për mu nuk është pushim, se shkoj të familja jeme në Ulqen, zakonisht verat atje i kaloj. Do me thënë Ulqeni është? Është po, vendi ku jam rrit, destinacioni. Edhe me ju thënë të drejtën si vjetë kam shty vajgi, e një në për arsyeve jeni edhe ju. Nuk po t'ja me thonë, është knatësi ajo, se pak t'kena largu pe kohës tënde, mo për neve është shumë knatësi. Antigona, çfarë po thonë yjet? A do të kemi pushim këtë muaj ose këtë verë apo jo? Unë kam tregu që kjo verë ka me qenë vërtet shumë e bukur për të gjithë neve. Pra do të kemi pushim si weekend, si emision? Thuj po edhe nëse... Unë e besoj që po. A beson që po? Urojmë gjithmonë sakt ka dalë. Vera ka ndryshime të mira për të gjithë neve. Normalisht është rëndësishme që nuk mundet me pas ndryshime pozitive të njerëz të cilët nuk e kanë miell të mirën. Ata të cilët kanë bo diçka që nuk e kishin bo vetes. E kanë bo tjetrit, se në këtë jetë këtu në tokë nuk ka kur gjë tjetër përpos raporteve. Edhe raportet janë indikacion për gjithçka tjetër. Edhe ata njerëz të cilët kanë bo diçka që nuk dihet t'ja kishin dëshiru vetes vet, po ja kanë bo dikuj tjetër, ata normalisht që kanë marrë rezultatet, kurse përgjithsi njerëzit, sepse njerëzit janë përgjithsi të mirë. Vetëm na jena të bombardum prej informatave që ka njerëz të këqij. Në fakt, na asnjëri prej neve njefti dikon që është njeri keq. Jo. Ose e mendon një herë, dy herë, mos e thuaj që kjo është i keq, po ka dalë se s'është edhe çaq i keq. E arsytojmë. Përgjithsi, po, a di pse edhe na jena ka njerëz të këqij. Edhe përgjithsi njerëzit janë të mirë, po mvaret tash na çfarë interese kena edhe i shohim si të këqij nëse neve nuk na puqen intereset. Pak ka njerëz të këqij, ka njerëz të cilët janë të ndikuar prej energjive të këqija, që tash më nis me fol për atë punë na vjen një orë më tepër, po në përgjithsi energjitë të këqija mysyshin, gjindet, depresionin, ankthin, të gjitha i bjen vetëm mungesa e inteligjencës. Sepse kur kemi inteligjencë mjaftueshme me kuptu që na jemi qenje kozmike, nuk jemi vetëm njerëz ose vetëm toksore, po jemi qenje të cilët energjinë e marrim në kosmos, edhe kena ardhur për një detyrë këto, na kena me qenë njerëz më të mirë edhe kena me kuptu tjerë të më mirë. Duke e kuptu që edhe ata kanë ardhur në jetën tonë për me na dhënë një mësim, një sfidë ose një çka do të jetë ajo. Na ikim pi dhimbjeve, tentojmë me shku ka parja, ka materializmi, ka ajo kënaqësia momentale që na bën masanej me u xhindos. Secili njeri që është i preokupuar shumë me materialen, është i xhindos. Edhe është shumë i ngarkuar me atë se çka kanë menduar njerëzit e tjerë për ta, as pak i ngarkuar me ata se çka fakt krijuesi është i kënaqur me ta. A është i kënaqur? Pse kemi prirje me pas këso mendime? Sepse bim në kurthën e kësaj bote. Kurtha e kësaj bote është më krahasu. Nëse nuk krahasohemi, kemi me qenje kozmike, atë që ka në fakt jemi. Po si shoqëri prej veçlisë janë mësuar me krahasim. Po, duhet me kuptu që na jena shoqëri që kena dalë prej komunizmit, ateizmit edhe gjanave të natyrës e tillë, prindrit tonë nëse jo prindrit gjyshat, kanë qenë në atë frymë, edhe jo pak po gati 50 vjetë,
kuptohet që na kanë largu prej rrugës së drejtë, në fakt. Flasim për gjyshat e stërgjyshat, ata të gjitha kanë përcjell ciklin hanor. Edhe kur ka ndodhur diçka në tokë, kanë thënë havaja në lojë. Havaja në lojë, vjen planetat në lojë. Na jemi popull i cili kemi pas besime dhe kemi ditë me e njoft natyrën, me njoft mesazhe që natyra na jep. Dhe normalisht ato planetat në qiell nuk i ka falë Zoti përmes bukuru qiellin, po një punë kanë edhe ata. Si çdo gjë në tokë që e ka punën e vet, edhe druni, edhe milingona, edhe njeriu, edhe kafsha, secila sen është pjesë e bioritmit të tokës, frymimit të tokës, jetës në tokë. Që ashtu edhe planetat e kanë punën e vet. E ma janë ty kohë. Me melankoli, një tingull i pianos, po mungan. Po çfarë kemi nga yjet dhe planetet për këtë javë? Në këtë javë, unë vendosa që ta trajtojmë hanën. Hana është planeta, është e cila, planeta, ajo është rrotull tokës sillet edhe ajo, ndikimi i saj është shumë i madh në tokë. Ndoshta është njëna prej trupave qiellore e cila ndikon më së shumti në tokë, duke ditë në që ajo ndikon në nivelin e ujit në tokë. Nëse e dim që hana e plot na krijon batica në tokë, që i bjen ngritjet nivelit të ujit, edhe zbatica kur është ajo e vogël, kjo na tregon që që ndikimi i hanës në tokë është shumë i madh. Nëse ajo mundet me ndiku një oqean, atëherë pse nuk ndikon neve që jemi 80% ujë. E uji, sipas shkencës fundit, është memorje. E shohim tash që na dalin filmat vizatimor të cilët kallëzojnë që uji janë fakt memoria globale, që i thamë unë ndërdia ose vetdia kolektive. Përmes ujit përçohet gjithë ajo informatë të cilën na, si qenie njerëzore, kena menduar që uji është vetëm la dhe mi pi. Ai shërben për shumë çka tjetër, edhe uji i njemt poshtë shërben për shumë çka tjetër. Krypa është njëna prej gjanave më të rëndësishme që e kemi në jetën tonë, edhe krypa nuk na lën më u bë jo inteligjent. Mungesa e krypës shkakton kretenizëm, jodit e krypës. Tash po flasim për hanën. Hana, në këtë javë kemi datën 25 një hanë të re. Cikli hanor është 28 ditë, e dim 14 ajo zvoglohet, 14 tjera ajo zmadhohet, edhe për njerëzit kur thojnë për dikon që ka karakter të ndryshueshëm, thojnë a mundesh mi kep hanës fustan? Sun ja kep, se tamam ja merr masat, mi ja kep fustanin, ajo ndryshon, trashet ose të hollohet. Kështu që na kena menduar gjithmonë që njerëzit e ndryshueshëm janë të këqij ose s'janë të mirë. Mirë po tash po vjen koha me kuptu që na për çdo ditë na ndryshojmë të gjithë. Sikur dhe kjo thonja që është han-han. Është han-han, po, ose është han-han i vjen më thonë është sot mirë nesër keq. Si hana që ndryshon. Jo stabile. Po tash, unë nuk e di, po unë sa jam të plak, ma te për jam të e kuptu që njerëzit han-han janë më të mirë se sa ata që ta majnë një qëndrim, e ka një tjetër qëndrim në ndërdije. Han-han është sot jo mirë nesër keq, po në tregoj. Edhe çka do që të tregoj, është ma mirë se sa me ta më shef. Tash do në me folë për hanën, dhe hana është e re me datën 25, në shej në vetë sundus që është gaforja. Gaforja është e sundume prej hane, vetëm gaforja dhe luani i kajnë planetat vetanake, të cilat nuk e sundojnë tjetër kanë vetëm njënën shej. Ajo i bjen, me thonë, gaforën e sundon hana, kurse luanin e sundon dielli. Kjo është dita edhe nata. Është koncepti mashkull edhe femën, edhe është koncepti bab edhe nanë. Edhe gaforja dhe luani në fakt janë baba edhe nana e të gjithë shejave. Tash e kemi hanën e plot në... Kokna baba. E kemi hanën e plot në gaforre. Hana e plot në gaforre në shpinë e vetë. Është një hanë e cila ndikon shumë, sidomos në pjekje emocionale. Sepse gaforret i njohim si shej emocionale dhe shej i cili na mëson me e dasht nanën. Duke na mësu me e dasht nanën, është raporti i parë, kam folë shpesh, raporti cili është indikacion për të gjitha tjera raporte.
Nëse ti gjatë jetës tënde nuk je një i dashtun pinane, normalisht që e ke zërë me pranu dashni edhe me qeni bindun që dikush tjetër po dënë ty. Se ishtë një raport i cili është fillestari, pari baza dhe është shtylla e të gjitha raporteve tjera. Kurse në tokë nuk kemi asë një punë tjetër, po s'mo marrë me raportet. Bie tezën na ka kriju. Bie tezën na ka kriju universi, jetën, jetë gjatësin, shëndetin e të tjerat na i ka kriju poshtu universi. Kjo, dhe më thamë, për shenjën e gaforës, duhe në me thanë që është në fushën e parë, edhe ata do të kenë mundësi me pa veten në një tjetër frymë, me dasht veten, me gjitha të këshia dhe të mira që i kajmë përjetu këto ditë. Kemi ndo një lëvizje në të gjitha shenjat? Po, kemi lëvizje, po shkojmë prej dashit, të dashje kemi të sfidu me raportin me nanën edhe me njerëzit që i ka rotull vetet me shpine vetë. Hana re në shpit vetë, i bjen që munden, për shembull është koha kur munden me bërë renovime në shpi, munden me qireq, me dhonë, edhe me regullu diçka në ambientin ku jetojnë ata, se do t'jetë shumë e sukseshme, do t'kalojnë mire dhe pa shumë hargjime që thojmë na. Kemi me Demin, Demi do të me pas kujdes me raportet me familje, sidomos me motër edhe vëlla, edhe me kojshi, edhe kolegë njerëz që i takojnë çdo ditë. Demi këtu do të ketë një mundësi të re. Gjithmonë kur e kemi hanën e re, nëse doni me bë diçka që keni qef me u rrit, e bani kur është hana e re. Kurse diçka që keni qef me u zvoglu, e bani kur është hana e plot. Edhe është një cikël i cili ndrohet çdo muaj. Binjakti kemi të mirë shumë të parja, edhe duhen me shfrytzu këtë hanë tre për me fitu sa ma shumë, sepse janë pare që kanë me ardhë makollaj. Kanë marrë shumë makollaj. Ka financat ko ka mirë. Ka financat mirë. Te gaforja thamë në planin personal, ata do ta rishqërtojnë edhe ridashurojnë veten me të gjitha ata kapacitete që ata i kanë. Luani ne kemi shumë të sfidum në andrat e veta, intuitën edhe atë se si e përjetojnë të vërtetën ata. Hana e re do t'ja jep një pikpamje ose një dritë të re në një realitet që ata kanë dashur me pa ndryshe. E kemi Vigjeresh, po. Vigjeresha mundësia e mirë me njoftu dikën përmes internetit, mundësia e mirë me, sidomos se planetet janë shumë të mira për dashuri në këtë kohë, nësat po trajtojmë hanën, po planetet tjera janë bajegi bukur të pozicionume që me u kriju një dashuri e vërtet. Fusha 11 për ta i bjen përmes rrjeteve sociale edhe grupeve të mëdha njerëzore. Jo vetëm rrjetet sociale, mund të atakojnë në një dasëm, në një event ku ka shumë njerëz, ose diçka tjetër. Ma njohen fati? Ujori po. Mire pas kanë këta. Peshorja? Peshorja e thirron me u marrë me statusin e vetë në karrierë. Një pozicion i ri në karrierë, një mundësi e re që ata ta riemnojnë veten në karrierë, të ja japin vetes një titull të ri, edhe një mundësi të re për me u zhvillu. Akrepi? Akrepi udhtim. Për akrepat e cilët nuk janë mundësi me udhtu, ata duhen me pa filma, ose me u zhvillu në çfarë dush. Gjithmonë universi na i ka dhënë 2-3 varianta. Nëse nuk mundesh me udhtu, ka dikush që ka kamë në thyme, pa mundësi financiare ose çka do tjetër, duhet me udhtu menderisht, ose përmes ka filma dokumentar ose çka do tjetër që ti mundesh me mësu për diku tjetër përmes nejtunit në shtëpi. Për ata të cilët janë në gjendje me udhtu, udhtim sa më shpejt, sepse ka me qenë diçka shumë e bukur. Apo jep një mesazh vetit se akrep që je Antigona? Apo do më napo me dije që komunist për ullqen mas emisionit? Që s'ka me ngas edhe shkova. Me ka që pota. Planeti, po të është rrugë sigur të veç me udhë. S'kam shka i bërën që shto kom horoskopin. Jo që pëton te, jo që pëton te. Universi. Kus pëton të për neve? Shigjetari. Për shigjetarin kemi një aferë të re seksuale, ose si më thanë kështu, afat shkurte, por të zjartë. Mundësi e re për një aferë të re
kështu, si më dhanë dashurore. Kush e ka partnerin shqyqetar? Unë e jo. Asu ne, unë akrep. Pas na me vëthu dhore në shpi. Ku? Merë me mu me vete që atë harqë. Hajtë lutëm. Bricjapi. Bricjapi, raportet njerëzore. Shefa, njerëz të cilët janë kontraktual, raporte në punë, raporte edhe në çfarë do lloj raporte në të cilat kanë investu, një mundësi e re edhe një pikpamje e re. Fusha 7 është fusha e raporteve. Po na shpeshtoj martesat ose partnershipat ose po aty janë edhe shoqërit, aty janë edhe raportet me shefat të gjithë tjerat. Aty e ka një hanë tre, një mundësi të re të bukur. Kur flasim për hanën e re, është gjithmonë një mundësi e re e bukur. Kur flasim për hanën e plot, është gjithmonë një mbushje kupe. Në më thënë, o mbush kupa, veç ka modert, aty mëse veç një pikë vynë. Ajo është hana re. Kurse hana re është gjithmonë një energji e re, një vullnet të ri. Ujori. Ujori ne kemi të sfidum në fushën e 6, kjo është fusha e shëndetit edhe raporteve me punën. Ujor duhen me pas kujdes, mos me abuzu me shëndetin, me rakin, me këta substancat stimuluse. Stimuluse, ashtu po e quajmë. Ashtu po e quajmë, po ashtu janë ata, që na stimulojnë një emocion. Çfarë do lloj stimulimi që marrim na për me prodhu një emocion, ai nuk është origjinal. Ai është falso, edhe nuk është i natyrshëm, nuk është prej universit, është prej diçka e stimulume, kështu që nuk është mirë me rrejt veten, se jeta kalon shumë shpejt, edhe të vërteta dikur ta mshojnë kresdin. Të qelin sytë. Nëse s'don, des qashtu. Tash peshqit e kanë fushën më të bukur që i bjen dashuria, paret, fmit, nipat mesat, për ata që kanë gjenerate të reja, po. Po do më shumë pushim, po do më pare. Su ka për barkut. Jo, që të fmit. Po, universi gjithmonë i bën balansë, dhe që e fushë që është e dashurish, është edhe e fmive. është edhe e nipave e mesave, është edhe e paraqitjeve skenike, teatrit, edhe aplauzeve në fakt. Kështu që fusha e 5, hana re në fushën e 5, është një mundësi e shkëlqyeshme për këto fushë. Për një restart të ri në këto fushë. Në përgjithësi që nga një javë e mbarë. Në përgjithësi vera është e mbarë, vera ka me qenë bajagi e mbarë, për të gjithë ata që e kanë flasë gjithmonë. Jetën e mirë. Që e kanë jetën e mirë. Për ata të cilët kanë korë keqë, do të paguajnë. 2025-2026 e kom kalzu, po flasë, po përsëritem, po mbjen, po s'kam që ka bëj, është viti i karmës, edhe do t'i lajnë të gjithë ata të cilët kanë bo, janë mundu me bo, se ata nuk munden me bo asgja, gjithë shka shëron busqeshja. Nuk ka depresion, angth, gjin, mëgji, nuk ka kur gjo që mundet me të ndonë nëse ti ke aurën e pastër, ke energji pozitive dhe sanë ti mërë pozitivitet. Nuk ka forcë ma e madhe se forca jonë e dhamë për universit këthën to. Me këtë fjali, Antigona, për përmbyllim edhe bisedën për neve sot. Faleminderit shumë që ishe bashkë me neve, faleminderit për gjitha informacionet që na dha, edhe në fakt një javë shumë pozitive për duket jetë për neve. Faleminderit shumë, Antigona. Rrugë të mbarë, Antigona, për ullqerë. Faleminderit shumë. Se në rallëzove. Këtë dytë një javë me ardhë, një javë me hy online, një javë me qenë live këto, sepse edhe mu mungani, edhe kur jam atje më për juve. Faleminderit. Faleminderit shumë, Antigona. Atëherë pas Antigones po shkojmë në kronikën javore, Genta kësaj here ka vendosur që t'i troket në derë shtëpisë së serialit Jeta në çift, aktorit Alban Rexhaj. Ai shpalos shumë gjëra nga jeta personale, profesionale dhe jashtë rolit të aktorit. Se çka ka thonë Albani, e ndjekim kronikën në vazhdim.